Ne nuk kemi sot probleme me sigurinë në kuptimin e rendit. Kemi pasur dikur, sot s'kemi, fatmirësisht edhe fal punës së jashtëzakonshme që kemi bërë, e kemi normalizuar atë fushë, por siç ka qenë, dhe ju e mbani mend mirë të gjithë, një dekadë më parë, sfidë e madhe, rendi dhe siguria në rrugët e Shqipërisë, do t'jetë rendi ligjor dhe siguria në të gjithë rrugët ku tregtohen produktet brenda Shqipërisë. Dhe përsëris, nëse në atë kohë dhe nëse për atë fushë qasja jonë ishte luftë frontale, në këtë kohë dhe për këtë fushë qasja jonë do t'jetë krah për krah me ju. Jo ballë për ballë, se nuk jemi ballë për ballë. Jemi krah për krah. Për ballë kemi objektivin. Dhe për ta realizuar, na duhet të ecim krah për krah. Me besim, me vendosmëri dhe me krenari për atë që po bëjmë. Nuk keni për t'i marrë me vete. Po e mbyll duke ju treguar se çfarë i kërkoi Aleksandri i Madh në fund fare kur ishte në shtratin e vdekjes atyre që kishte rrodhur. Do mblidhni, tha, mjekët më të mirë dhe do t'i vini të ecin pas arkivolit tim. Mua, tha, do mi lini duart hapur dhe rrugën deri tek varri do ta shtroni me para. Edhe njëri nga ata i thot, po për çfarë duhet i bëjmë këto? Sepse njerëzit, tha, duhet ta shohin që as njeriu më i fuqishëm mbi këtë tokë nuk i ikën dot vdekjes. Dhe doktorët më të mirë të kësaj toke nuk kanë çfarë bëjnë. Njerëzit do ta shohin, tha, që dhe njeriu më i fuqishëm në këtë tokë, kur ikën, s'ka asgjë në duar. Kthehet siç erdhi. Dhe njerëzit do ta shohin, tha, që gjithë pasuria që mbledhet mbi këtë tokë, mbetet në këtë tokë. Askush se merr me vete.